Si pas lajmeve nga brenda PDK-s, sot do shkep një lajm që Bedri Hamza pas ka dhënë ndërheqje prej kryetarit PDK-s, edhe në vendin e tina do të nxen ky Hysén Berisha. Po tham, nuk e di çka me thonë për këta, për këtë farë partije, çdo 3 ditë ndrojnë kryetarët. Po tham, nashta mos është mirë me shku krejt e shtëpia me lanë këtë farë punë e PDK-a, se prej me nuk janë kërkun hecë burë. Hysén Berisha, kryetari i partijës i PDK-s tash. Po nesër edhe ky akon general i madh, ky general, përmi general ky. A më dhëm Bedria që shpejt bre me shku, halo një mujt ditë si bo një kryetar, mole me qitë për jashtë. Po ketë fajt i ka Berat Buzhala. Aja marën kullaqin me lirimin. A ke pa këta PDK-s që që presin lirimin në aksham kur del në televizor, me dhona i deklarat tani këta të nesërmen, me komentu shka ka thonë lirimi për Albinin, e këta tani me e bashkan gjitë në farë fjalimi pak me Andrejqa, se këta vetë nuk pëdin qysh me dalë me folë në sen kunra, e presin lirimin, shka po the taj nduga gjenë atje, nesërit me dalë këta qaq pusht kanë ra, por i forë si parti. Edhe kur ja këqyr listën e tyne, kush ka met në PDK, prej atyne Arsim Bajramit e që janë kondo me shkollet meqëme, ka pas do profesora, doktora, do sene. Tash ka ra krejt do që si Pevaqica, si ky Mirena, Berati, Batuni, aj tjetëri një me mjekër që pëdel i mesmi, aj gazetari tjetër, që mëndzë kësh fitu më po deputet apet për zdyti, pa tham, shumë bre poshtë generalit jutë PDK-s. Së për këta të LDK-s, këta mos vetë heq, këta kanë marrë të porzën, nuk ka kush që i nalë këta. Ja, nesër pritet, mos gjithë kryetari i ri i LDK-s, kanë me zgjedh. Hajt, a ka kush, na janë koment që mundet me madhona e ide, kush mundet me bo kryetar përveç Berati, ne bështin Berat Buzhalën, se mos i kanë pas edhe shef shtabit për zgjedhje, pa thamë nashta ka mundsi Berati me fitu më. Nuk dihet jo se kjo është të bashkë, këta kanë politikë në mosme, babe babgjëshët bashkë edhe kjo o të bashkë ju shkojnë për shtati këty në më bon kryetar në partijet është. Ama për që kanë marrë të porzën, e kanë marrë, s'ka kush që i nalë LDK në PDK në të porzën. A i PDK në pështaj që kërë Rahmoni, ja prunë një 30.000 vota, se edhe PDK e këtë ranë 15%. Po që kërë Rahmoni i pështaj, 33.000 vota e kështu. Tash logarit e 33.000 vota, me hek për 180.000 sa i bjen 150.000 vota. I bjen me ranë 16-17%, 15%. Po këta të meqëm kanë herë të PDK-sa. E marrin e kapin dika në din, shtoj ngrej zharë, tak, e shtin mrena, janë marrin vota, mos mra me qesin, nuk është problem. Se sa se vynë, ashtu kështu e Rahmoni se vynë, pësa mos ka pritet me bo qeveria në PDK-a, jo. Rahmoni si ke si s'ke, si ke në mrena, si ke jashtë, këtyne ju ka interesu me marrë që ato 33-4.000 vota dhe hajt, Rahmanik këpo të qafën, se nuk i vynë ma. Mos kanë me marrë në farvendimin e sen të madhe, jo, sen. Është, Rahmoni është, s'po dish me thonë, si një dishka e pa vlerë me një kuvend, kër është veç vetë. E kanë shfrytzu mire, e kanë marrë që ato vota që ka pas me marrë, edhe qatë, s'ka ma shumë. Ishtin që këta e pash parzit një i PDK-s, një deputet, ish deputet,
ish ankun mzata që shë kanë anin ta, se ja kanë bjerë votat ato mrana partijës. Në PDK, thash, këshira burës, nuk e lanë zanatin ta. Le që neve në kanë vjedh 20 vjetë. Po tash nuk po mujnë mo me në vjedh neve, tash e ka njësë më vjedh me zveti. Tash, ja bre, kur nuk dojnë më mush men qëta. Më nalë me thonë, ka dalë bre stop një herë, se u këpotëm të vjedh. Më thonë, më nalë me përshu një herë. Po ja, në qëse s'mujna nej, vjedhin nej. Me zveti. Po ja kishën refuzu, Bzapi, ja kishë refuzu, i kishë thonë jas ki, nuk ka arsye me një edhe njëherë votat. Po mërë të keqë allaj për atë deputetin, po nëjse që kam i bon. Knena këtë tjetëri, deputeti që ka met jashtë listës i PDK-s, kishë thonë, kejtë votat e mërgatës me anullu, se ka hupë vendin për deputet, ka met për jashtë, tash që kam i bon, krejt do të me anullu për ato. Nuk e di, tash në gjykatë supreme kishë me shku, tash nështë ta shkon ato në Strasburg, më në kus djetë, nështë ta i plëcu dëshira, shka për di njeri, nështë ta dhe i kthejnë e bojnë deputet. Pse ju edhe meriton e që 35 vjetë është deputet, a i meriton me konë deputet, a i kanë hi do sefte për herë të parë, ose a i që a konë gjithë ato. Jo, bre, po, nështë ta i shalla, po thëmë, mos pe merë pa hiri. Kur nuk i djetë? Kur nuk i djetë se merë vëlloj pa hiri, merë apet, këthejet e bon deputet. Shkas bon vakijat e tëna. Kus të merë menja heq, ta prap që ato del dishka. Po nëse Albinin pesha shumë mirë, në për gjitha daljet publike, Albini po del i busqeshur, i knaqën me vota që ka marë, i knaqën me besimin që ka dhonë populli, i knaqën me tanat mirat e rujtë Zoti, për këta, shka me thonë, kryesor është Albini me konë mirë për këta, nuk është problem, a janë mirë këta as janë, a vjedhin, ta në të vjedhin me zveti sa dojtë, nuk është problem. Vesh neve mos në vjedhin se për ndryshë është, shka bojnë ata në zveti është punë e tyne, nuk është punë e jonja, kanë dojnë të ashtin deputet, ata kanë dojnë të hekin, se është problemi është i tyne, nuk është problemi i jonë të gëfunit. Po inshallah tash me këtë kryetarin e ri për dy këja hesë për para, se ja me ata pak problema, shtjerë, po nëjse. Inshallah ju ka përcen.